Presidenti Nishani ka kërkuar nga komuniteti shqiptar në Amerikë organizim sa më të mirë dhe integrimin në shoqërinë ku jetojnë, në mënyrë që të nxisin interesin e të huajve ndaj Shqipërisë. Gjatë fjalës në takimin me anëtarët dhe drejtuesit e rrjetit të profesionistëve dhe sipërmarrësve shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku foli për zhvillimet në Shqipëri, perspektivën e integrimit, marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkëpunimin me diasporën, presidenti Nishani theksoi domosdoshmërinë e kontributit të tyre për Shqipërinë dhe Kosovën. Uroj dhe ju dëshiroj dhe ju kërkoj të mos harroni kur Shqipërinë, të mos harroni kur gjuhën shqipe, të jeni krenar për çka përfaqësoni si komb në lidhje me historinë, me kulturën, me virtytet. Sot Shqipëria, dashur miq, është anëtare e NATO-s. Po ecën drejt proceseve europianizuese, drejt procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Kosova prej 6 vitesh është e lirë e pavarur dhe ndërton demokracinë dhe shtetin e saj. Shqiptarët në Maqedoni janë jo vetëm një element shtetformues, por dhe një komunitet dhe shtyllë e garantimit të stabilitetit dhe prosperitetit të Maqedonisë. Shqiptarët e Malit Zi ishin një faktor i rëndësishëm i pavarësisë së këtij shteti. Ne të gjithë bashku duhet jemi vazhdimisht të angazhuar që shqiptarët në luginën e Preshevës, Medvej, Bujanovc, të kenë të gjithë të drejtat e tyre veçanërisht ekonomike, sociale, kulturore, arsimore, dhe të jetojnë me dinjitet si të gjithë qytetarët e tjerë të Serbisë. Ne duhet kujdesemi për emigracionin shqiptar. Presidenti Nishani, ndërsa shpreu mirënjohjen për komunitetin shqiptar në Amerikë, theksoi se janë rreth 1.2 milion shqiptar të cilët jetojnë e punojnë jashtë vendit, duke dhënë kontributin e tyre për progresin e Shqipërisë.